Mirëmëngjes të dashur biqapër, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është mbill një ide, një qëllim ose një projekt të ri në realitetin tënd. Në fakt është të kohë të ndërtosh diçka konkrete dhe të prekshme në përgjithësi thot letra. Por një mundësi e re materiale shfaqet në jetën e juaj, mund të jetë në fushën e karrierës, financave ose ndërtimit personal. Në fakt, kjo fazë kërkon që të jeni të dëruar dhe këmbgulës në çfarëdo që jeni duke dëshiruar apo duke vepruar. Mos të ngelet absolutisht nga ideja në veprim, por që është si fara që ka nevojë për kohë dhe kujdes për të realizuar. Fokusohu në hapa të vegjël, mos i duam me njëherë të mëdhenj, në të parën dhe suksesi bam, jo. Kjo është, si thashë, hapa të vegjël dhe të qëndrueshëm që të çojnë drejt realizimit të vizionit tënd. Ju fton në fakt kjo letër të veproni me qëllim të qartë, duke ndërtuar themelet të forta për të ardhmen e juaj. Nëse nuk i ndjek këtë këshill, rrezikon të humbasësh një mundësi të madhe ose të qëndrosh në ëndra pa i sjellë ato në realitet. Mund të ndihesh i pasigurt ose i bllokuar që në fillimin e diçka të re, duke lënë mundësinë të kalojë, të ikën nga duart. Mund të presësh që gjithçka të jetë perfekte para se të fillojë. Do thotë, duhet të jetë e madhe, patjetër. Jo, le të bëhen me hapa të vegjël. Ato hapa të vegjël do të dërgojnë apo tull të ndërtoni atë kështjellë. Mos pretendoni çdo gjë të jetë perfekte që në fillim. Çdo gjë duhet të ndërtuar, të dashur. Kjo letër ju kujton që çdo sukses i madh fillon me një hap të vogël, absolutisht patjetër dhe të vendosur. Mos e nënvlerëso fuqinë e mbjelljes sot për të korrur nesër, të dashur briqapër.